أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاة وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ska dyshim se tërë falënderimet e takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira e Allahut xhelle wala qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me të mirë deri në ditën e Kiametit. Allahun e falenderojmë për mirësinë e Islamit. E falenderojmë Allahun azza xal për mirësinë e udhëzimit, i cili udhëzim na i mundsoi që ta njohim Allahun subhanahu wa taala dhe të bëhemi rob vetëm se të Allahut te baraka wa taala. E prej krenarive më të mëdha që s'ka krenari që ja ka lënë është me qenë rob i më të madhit, rob i më të mirit, rob i më të lartit, rob i atij i cili të bën me undi rob, ama rob krenar, rob i atij i cili të bën me undi rob, ama rob përfitues, dhe për ty e ka përgatit një shpërblim që kur s'ka shku në men, e as kur s'ke ndëgju, as në ndër se ke pa, edhe nëse të regojnë tyje, ta përshkrujnë tyje të diturit atë vend, xhenetin e Allahut azza wa xal, prap ai është më i mirë se sa që folin ata. Pra, prej krenarive më të mëdha është me qenë rob i Allahut subhanahu wa taala. Këta rob të Allahut kanë cilësi, e kush i përsos sa më shumë cilësit, kush merr cilësi sa më të mira, te Allahu azza wa xal po ngrit ka shumë më shumë. Prej cilësive më të mira që robi mundet me e marrë me veti dhe duhet me e marrë me veti, është burria, me qenë burr. E njëna prej cilësive të burrnies që e shton ata vazhdimisht është me pas marrë, se burri matet me marrën me fjalën e tina, e kur e jep fjalën e matur, e qatë maturi e ka fitue për shkak të marrës që e ka, nuk thot diçka jashtë takatit tina, e kur e thot mundohet me i marrë sebepet edhe me erujt fjalën të cilën e ka dhënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi një hadith shumë madhështor. Një hadith që të forcon tyje në burrni, në marrë edhe në gjithçka drejt Allahut te baraka wa taala. An Abi Huraira radhiyallahu taala anhu. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu taala anhu, i cili ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Prej përsosmërisë, prej islamit të mirë të robi, është me elan ata që nuk i hinudhe, me elan ata që nuk i intereson atina, me elan ata që nuk i duhet atina. Që kjo është islam i mirë i një robi. Nëse dënë me e pa një musliman të mirë, e sidomos në kohën e fitneve, këshire ai i cili është i largum prej atyre fitneve, këshire ai i cili është saher i veçum prej llafave, prej veprave, prej asana e cila është e ult. Pra që ky edhe islami i tina është islam i mirë, është islam i përsosur, që Allahu azza wa xal ja ka dashur të mirën atij që ja ka mundsue këtë cilësi të madhe. Dietarët, sigurisht Ibn Rajebi rahimahullahu taala thanë kështu: hadha al-hadith aslun 'azim min usul al-adab. Ky hadith është prej bazave të forta, shumë baza fortë është, shtyll prej shtyllave kryesore është të edebit, edukatës, moralit. Besimtarët, muslimanët, cilësohen me edukat lartë, sikur se që ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeri më i edukum. Nëse dikush thot se unë nuk kam vakt për filon punën, dhe filon puna është më e vogël se sa une që të merrem une me atë punë, punë mirë, punë hajrit, atëherë e bim pa edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e vizitante shpesh Umejrin,
një djalosh i vogël që e kishte një zog të vogël edhe lunte me ta, e zogi i tina ka pas emrin Nughayr. Kështu i ka thujt pejgamberi alayhis salam, Umayr Nughayr. Tash këtij Umairit në ditë prej ditëve i kishte cov zogi. Edhe shkon pejgamberi alayhis salam ka përcen ka dera e tina edhe don me e takue. Para mendo, një pejgamber i Allahut. I ka zbrit Gjibrili alayhis salam. Saqë në transmetime erdhi se herën e parë kur e kum pa në krijimtarin e tij të vërtet Gjibrilit alayhis salam, kështu thot pejgamberi alayhis salam, thot e ki zon horizontin komplet. Nuk u doke, ka e kthej që kryt Gjibril u doke. Qaq i madh prej cilësive dhe përshkrimit të Gjibrilit alayhis salam, është se Allahu ata e ka zgjedh për me zbrit shpallin. Mjafton që kjo krijes me vizitu pejgamberin alayhis salam. Mjafton. Prej cilësive të krijimtarisë tina është se i ka 600 pal krah. Një krah e tina e fshill komplet tokën. Pra, që kjo krijes madhështore ka zbrit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, Allahu po t'i zbret këto fjalë. Fjalë të Allahut në zemrën e tina." A ka diçka më të lartë se kjo? S'ka diçka më të lartë se kjo. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ky person, Allahu na takoft në xhennet me ta, po kalon te Umairi, po e shetu kajt te dera e shtëpisë, edhe unal, edhe filloi me ledhatue, pra edukat e lartë. Edhe i tha: "O Umair, çka u bë? Çka ndodhi me zogun tën Nughayr?" Kështu është hadithi. Pra, leje vetëm që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po sahabët e kanë pa këto diçka madhështore, saqë edhe e kanë transmetuar. Kështu ishte një burr me plot kuptimin e fjalës, me po me një përullësi, me një edukat madhështore. Pra ky ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili wallahi dertët që i ka pas në shpinën e tina nuk kanë mujt dikush prej sahabëve ose prej njerëzve me i duru ato. Edhe pejgamberët tjerë që kanë qenë para pejgamberit alayhis salam, sikur ta kishin pas barën e tina, s'kishin mujt me durue. Se ky i ka pas, pejgamberi alayhis salam i ka pas barrat e krejt pejgamberëve. Sprovat e krejt pejgamberëve i ka pas. Mirë po në fund, kur ju dha mundësia me gjykue kundër atyre që ju bo pa drejtësi, me vendos kundër popullit të Taifit, ju tha melekëve të kodrave: "Lëreni ata. Nuk jam dërgu që t'i shkatroj ata. Jam dërgue mëshirë për mbar botët. Shpresoj që prej palcës së tyre do të dalin robër të Allahut që do ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala hak." A ka edukat burri më të madhe se kjo? Pra, ky i cili burria e tij ishte e përsosur, na mësoi se duhet të jesh i përullur, i edukuar, edhe të kesh marrë, edhe me marrën tane të nisësh drejt Allahut subhanahu wa ta'ala, se ajo ka me të ndihmu e ty shumë. Pasaj, thanë djetarët shumë, edebi, edukata dhe morali i robit paska shtylla, e prej shtyllave të edukatës së lartë të një robi, qenë kanë disa hadithe. Hadithi i parë që e kanë përmend: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", kush është prej njerëzve që e ka besuar Allahun për nime, edhe e ka besuar ditën e gjykimit për nime, ditën e fundit për nime, "Falyaqul khayran aw liyasmut", tha pejgamberi sa, ose të flet diçka e cila është e hajrit, ose të hesht. Pra kjo edukat në vete, kur të flasësh, fol diçka e cila ka me zonë vend, fol diçka e cila ka me të ndihmu tyje në peshojen që do të përballësh nesër para Allahut subhanahu wa ta'ala. E ato momente do t'jenë madhështore, qoftë në anën e frikës, qoftë në anën e krenarijës, diçka madhështore ka me ndodhë në ato momente. Pra fjala e mirë, atë ditë do të paguhet, do të vlerësohet shumë,
Kurse fjala e keqe, fjala e cila e ka hidhru Allahun, apo i ka hidhru e robrit, e pastaj janë anku tek Allahu, do të peshoj shumë. Pra prej islamit mirë të robit, qenë ka me fol mirë, ose nëse nuk fol mirë, me hesht. Pastaj e përmendën hadithin, këtë hadith, prej islamit mirë të robit, është që me elan ata që nuk i konvenon ati, nuk i krym pun ati, nuk i dohet ati, nuk i intereson, as nuk i dohet gjatë udhës ati. A e dini utharin, ai kur don me uthuaj, çka merr me vete? Çantën që e merr. Çka merr me vete ai? Ai ka me bajt çat çantë, çat pesh ka me bajt në shpinë. Për i zot Zotit që ky uthar, a ka me marr me vete diçka që i dohet? A ka me marr me vete diçka që si dohet? A ka me marr me vete diçka që veç ja rënon çantën atina? Apo ka me marr me vete diçka që gjatë udhës pas ka mi hym punë për nime? Aleikum selam. Gjatë udhës pas ka mi hym punë për nime? Gjatë udhës pas ka me jaletsu ati udhimin, se udhimi është i ran. A ka udhim më të ran se sa ai i cili është nis drejt Allahut Azza wa Jall? Pra, ti që je nis drejt Allahut Azza wa Jall, ti po dash ka me i marr sanat pajisjet, apo çantën tonë po dof ka me e mush me diçka e cila ty ta letson rrugën, e jo ta vështirëson gjendjen. Nuk ka udhim më të rëndë se sa kur të nisesh drejt Allahut Azza wa Jall. Nëse nisesh në udhim drejt robërve, drejt shokëve të, drejt dostave të, apo të afërmëve të, nëse mrrin, elhamdulillah, nëse nuk mrrin, një arsye e shkurtë edhe kryhet puna. Mirë po drejt Allahut Azza wa Jall, s'ka arsye, se Allahu ti ka pru të gjitha mundësit ty në këtë dynja, që ti marrësh çato sebepe, edhe të kalon pa arsye krejt. S'të kalon Allahu arsye kur gjë. S'të kalon Allahu arsye kur gjë. Kan thonë dietarët, vetëm jetën që ta ka mundsu Allahu Azza wa Jall ta ka hek arsyen krejt ty. Çaq mirësi e madhe që Allahu të ka dhënë ty, veç jetën, veç në këtë dynja që të ka pru e ty. Veç një herë ti me thonë elhamdulillah, ti ka hek Allahu krejt arsyet. Për çet arsye, ai i cili është nis drejt Allahut Azza wa Jall, le të merr me vete ata e cila i duhet atij dhe ja letson udhimin. E prej haditheve, prej bazave, prej mjeteve që ta letsojnë udhimin, është edhe hadithi që e tha pejgamberi alayhis salam dhe e transmetuan dietarët shtyll prej shtyllave të edukatës, është la taghdab. Pejgamberi alayhis salam një ditë prej ditëve erdhi një sahabi, edhe po i thotë ja Rasulullah, më këshilla mua diçka. A filloi pejgamberi alayhis salam i tha atij la taghdab. Mos u nervozo. Mos u hidhro. Tha ja Rasulullah, shto hala, la taghdab. Hapet. Për zdit i tha, mos u nervozo. Tha ja Rasulullah, shto hala. Tha la taghdab walaka al-janna. Mos u hidhro, mos u nervozo, se për ty ka më kanë xheneti. Pra, për ata i cili e run hidhrimin e tina, e run nervozën e tina, dhe kur është nervoz, munohet me enal ata, me e zbut ata, apo edhe me u largu prej mesit njerëzve, vetëm që gjatë nervozës e ti, mos të flet diçka e cila e hidhron Allahun, apo i hidhron robrit e Allahut Azza wa Jall, për shkak se nesër ata, me atë peshen e rëndimit, me atë peshen e nervozës që ja ke shkaktuar ti me një llaf prej nervozës tone, kanë me dal nesër para teje, para Allahut Azza wa Jall duke dëshmu kundër teje. Edhe kanë me lyp çdo njani prej tyne hakin e tyne. Për çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Ruju. Mos u hidhro. Se nëse nuk hidhrohesh, apo nëse e run hidhrimin, për ty është xheneti i Allahut Azza wa Jall. Se arma më e fortë, njëra prej armave më të forta të shejtanit ndaj robit është kur ai hidhrohet. Se kur hidhrohet, është njëjtë sikur se ti dehet mendja e tina. Dhe fillon dhe lëshohet në hidhrimin dhe nervozën e tina, derisa të qetësohet, e kur të qetësohet, momenti i parë që ka me vepru ai është Allahu më fal çka veprova. Mirpo Omeri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha asaj gruas që i kish vdek djali, ish mërzit shumë, kish shku te varri i djalit edhe
kish fillu me kajt, edhe kish ra për mi varr kështu, sikur se që shdin gratë, edhe e shkon të trupin e saj për mi varr, prej mërzijës. I tha pejgamberi sa se në hadith që erdhi, kuptimësia e hadithit, mos vepro kështu. Ajo u kthye pa e pa se kush është. I tha, largo mu largo pi këtu. Do më thonë mërzia, nervoza, mërzia e tepërt çon në pikën ku ti të hidhërohesh me vendimin dhe caktimin e Allahut Azza wa Jall. Arme shejtanit është mërzia e tepërt, të çon në pikën ku ti ki më hidhrue, ki mu nervozue me caktimin e Allahut për ty, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e hetoi këtë çështje dhe i tha largo mu. Para më ajo gruaja i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam largo mu. Ky e këshilloi, nuk bën kështu. Kur e pa, tha ja Rasulullah, aty çenke filloi me kërku falje. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sprova godet në herën e parë. Në herën e parë godet sprova. Pra kur të vjen ty hidhrimi, ti fillon me fol, elshon veten, pastaj patjetër që ki me kërku halal, patjetër që ki mu pendue, mirë po sprova të ka godit. Omeri, kur e këshilloi njonin prej robërve, ai ja kthej atina, ja kthej Omerit. Tha, ja Amir al-Mu'minin, në falë se gabova në shprehjen tem, shkoj sprova, heci sprova, të goditi sprova tyje. Pra sprova godet në herën e parë, dhe kujdes me ata që mirësh, mos u mirë me diçka e cila nuk dohet tyje, nuk të hinë nudhe, mos u nervozo, dhe hadithi i parë i cili ka, nëse e beson Allahun për një me, nëse e beson ditën e fundit për një me, ose fol mirë, ose hesht. Dhe hadithi i fundit që e përmenën dietarët prej shtyllave të edukatës, prej shtyllave të burris së një robi, tha, el mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Besimtari, ai që është besimtar për një me, ati që i livdohet islami i tina, ati që ka fjalë të mira për ta, një musliman i mirë, ai e don për vllaun e tina ata që e do për vete. Nëse e arrin qëtë grad, një musliman, një besimtar, që ta doj për vllaun e tina ata që e don për veten e tij, a ka mundësi me e rënu ata me laf? S'ka mundësi. A ka mundësi me fol mas shpinës? S'ka mundësi. A ka mundësi me vepru diçka që e hidhron qatë vllaun e vet? S'ka mundësi, sa i mat, i peshon gjërat me veten e vet mo. Do më thonë për vllaun e tina, për muslimanin, e që Hasan al-Basri tha, o ju njerëz, shtoni muslimant, shtoni dosat e juve, shtoni që ata vllaznit e juve, mesin e juve, për shkak se ata kanë mju dasht momentet më kritike. Se çdo musliman pas ka me dëshmue për vllaun e tina. Pra çdo musliman ka me dëshmu për ty që e kanë musliman. Para Allahut Azza wa Jall kanë me ngrit dëshmi. Dhe kanë me thonë se, ja Allah, o Zoti jon, vërtet unë e kum pa filanin tu fal. Vërtet unë e kum pa filanin që ka qenë fjalë mirë. Vërtet që unë e kum pa entum shuhadaullahi. Ju jeni dëshmitar të Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu tha, ju jeni dëshmitar të Allahut, o ju njerëz. Andaj veproni mirë që robërit e Allahut Azza wa Jall dëshmojnë mirë për juve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajabi tha, wa inna al-islam al-kamil al-mamduh yadkhulu fihi tarku al-muharramat. Kur arrin robi islamin e tina të mirë, islamin e tina të plot, thot, e në qëtë islamin e plot, në qëtë islamin që lavdërohet, sikur se islami i Ebu Sufjanit, ai ishte armik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ke kryetari i mushrikëve. Ai i merrte vendimet kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i dul pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Badr. I dul pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Uhud. I dul pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dul derisa erdh betejë e çlirimit të Mekës. Unesën muslimant me 10.000 ushtar pejgamberi alayhis salam me çliru Mekën. Tash Ebu Sufjani filloi me thon fjalë të mira për islamin. Filloi me dhon shkëndija prej zemrës tij se po don me pranu islamin. Ju dul para muslimanëve. Edhe
dashi me shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te tenda e tina dhe me pranu islamin. S'ja pranoi islamin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Se prej burrnies është me i peshu sanët. Me i peshu prej një armiku kryesor me ardhë me pranu islamin ka thjesht dhe edukat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë pikë. Dëshmoje që e ke pranu islamin, na ta pranojmë islamin, nuk është problem. E luti Abu Bekrin tha, o Abu Bekr, a munësh me ndërhy te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E thuj që Ebu Sufjani ka pranu islamin, po e dëshmon shahadetin se pranoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Te filan sahabia nuk e pranoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Erdh edhe hinin në Mekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E çliroi Mekën. U çliru Mekë kanë 10.000 ushtar edhe 2.500 që u bashkangjitin ata të Mekës e pranun islamin, u bënën 12.500. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dashni më u tregue atyre parijes të mushrikëve se na po ne kena ardhur për rahmet. Ata ka pas mundësi me marr hak. Mirë po në këtë pikë, jo që s'ka dash me marr hak. Po ka dash me ju tregu një edukat. Edhe ka dash me ju tregu se për çka kena ardhur na. Na nuk kur na vjen mundësia, nuk e bojmë mundësinë çysh e bëni ju. Nuk e shfrytëzojmë mundësinë vetë pse ke mundësi. Po e shfrytëzojmë mundësinë, atë mundësi e cila e kënaq Allahun. Çata që e kënaq Allahun, çata e shfrytëzojmë na. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej llafeve të para që tha, kush është në shtëpinë e Abu Sufjanit, rahat është, i sigurt është. Nuk e prekum na. Pra, i shkoj në kry për një me Abu Sufjanit. Edhe i tha gruas e tij se çe kush është për një me mbret. Çe kush është për një me ai i cili i nënshtron njerëzit. Pra, njerin e ke nënshtru kur e ke nënshtru zemrën e tina. Dhe tha, që ky është ai i cili i nënshtroi zemrat e robërve, sa që i nënshtroi edhe zemrat e mbretërve. Sikurse që ishte Ebu Sufjani. Në mesin e mushrikëve, ai ishte mbreti i tyre, kryetari i tyre. Edhe e nënshtroi. Sa i donte me pranu islamin, po nuk i pranohej islami atina. Derisa çat ditë betejën e çlirimin e Mekës, u nisën për Hunain. Fillon sahab me lëshu armët e tyne, Gjibrili i tha, ju po lëshoni armët ja Rasulullah, na si kena lëshu hala. Na i kena armët gati hala, me lekt të përgatitjen për me unis në Hunain. Tradhien që e kanë bëhe disa fise. U nisën për Hunain dhe betejë ishte ekstrem e ashpër mes mushrikëve që ishin 2500 dhe 12500 që ishin muslimanët. Allahu Azza wa Jall këtu ja u dha një mësim të madh muslimanëve. Pra edukat të ka dhënë Allahu. Nuk është numri i madh i cili ta ka fituar betejën ty. O insan, numri i madh ta vështirëson punën me ik shpesh herë. Zemra, imani, islami i plot, lidhshmëria e plot e jotja me Allahun Azza wa Jall ta fiton betejën ty. Këta e dëshmoj Bedri, e dëshmoj Uhudi, e dëshmoj Khandeku, e dëshmon plot krejt betejat e pejgamberit alayhis salam. Gjatë shkumjes në Hunain, musliman than, i na kom 300 e disa, i kena mujt 1000. Tash jena 12.000 e disa, kush as nuk i bojna mall ata që janë 2000 e diçka. Nuk i bojnë mall. Pra, sikurse e harrun pak mbështetjen në Allahun Azza wa Jall, e harrun fadlin, mirësinë e Allahut që ja u dha atyre. Edhe pse sahabët ishin më të mirët. Në këtë betejë çaq prit të egër kanë përgatit mushrikët ndaj muslimanëve, saqë fillonën disa prej sahabëve me ik temas. Me ik temas. Dhe pejgamberi sallallahu kur i pa se sahabët po ikin temas, se Allahu dashte me mësu ata, Allahu ta ka fitu luftën. Mirësia Allahut ka prit tyje. Pejgamberi sallallahu thirri, ana nabiyun la kadhib, un jam i dërguar i Allahut, nuk ka rang këtu. Ana min bani Abdul Muttalib, un jam prej fisit bani Abdul Muttalib. Pra, mos më lani vet. Fillon sahabët me umshef mas shpinës pejgamberit alayhis salam. Një kalorës e kish pështjell fytyrën e tina, komplet, i kish lanë vetë syt me pa rrugën. E kish marrë një shpatë të fortë, edhe u nis
drejt turmës së mushrikëve. I dha Allahu azza wa jall fuqi të madhe atina sa që i çajti safat e çatyre që sahabët u tutën. Pejgamberi alayhis salam po i thot Abbasit, o Abbas, kush është ai i cili po i çon safat e mushrikëve? Kush është ky person? Kush është ky trim i madh? I tha Abbasi. Pejgamberi alayhis salam, ja Rasulullah, a nuk erdhi koha që m'ja pranue Islamin Ebu Sufjanit? Ai ishte Ebu Sufjani. Pra burrnik ishin ata. Edhe e dëshmun se për një me e dojnë Islamin. E dëshmun se për një me e dojnë Allahun azza wa jall. Dhe Allahu edukatën e tyre e la edukat për neve, shembull për neve. Jetën e tyre Allahu e la shembull për çdo njanin prej neve. Se kishin burrni, edhe kur qenë mushrik, khairuhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam. Më të mirë, burrat më të mirë tyre sa ishin në jahilet, sa ishin mushrik, burrat më të mirë u bënën në islam. Me burrnihin në islam. Me burrni. Sa që dikush prej tyre nuk hini në islam derisa ta laj borxhin e kamatës. Se nuk du me hi me kamat në islam edhe me më thonë mushrikt, që në islam e kini ose e pagujt hala kamatën. Nuk dashi me hije në islam duke qenë halat të e pi alkoholin, s'dashti me hije. Nuk dashti me hi në islam duke qenë prej atyre që bënin amoralitet, s'dashti me hi kështu. Pse? Sa kja mushrik hala pa e pranu islamin, burnia nuk e la ata. Edukata e lartë që e kishte pejgamberi alayhis salam, një burr me djalin e vet, që pasaj u bënën sahabi, i përgatitën 40 pyetje edhe u nisën drejt Mekës. I ngarkun devet mirë, se 40 pyetje, ata ishin baba bir poet. Krejt njerëzit e asaj kohe, kur flitër për poezi, ja bënin me gisht atyne. Ata janë për poezi. Ata janë më diturin në këtë pikë. Edhe unesën këta 2 persona, babë e birë, me shku të pejgamberi sa, mja bo këto pyetje. Nëse përgjigjet, ai vërtet është i dërguar. Nëse nuk përgjigjet, kena më tregu njerëzit se kjo është rëndës, edhe i ka rrejt njerëzit, i ka mashtru njerëzit. Kur hinën Mekë, pyetën se ku mujnë me gjetë Muhammedin, dikush i tha, shko se te qabja e gjun. Pejgamberi alayhis salam, shko se te qabja e gjun. Çdo herë te qabja ka nejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur nisën ata për me hije një rrugë, një hyrje e cila i çonte direkt te qabja, e pan pejgamberin alayhis salam. U kthye ky baba dhe i tha djalit tina, me fytyrë ka djali i tij, e tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. E tha shahadetin, hyni në islam, hala pa e bo një pyetje. Tha djali i tij, o bab, a mos nxitove, ti hala nuk e pyete ata, hala nuk e morë vesh, a është besnik apo është gënjeshtar. I tha baba djalit ti, o bir, kjo ftyrë nuk është ftyrë e një gënjeshtari. Kjo ftyrë nuk është një ftyrë e mashtruesit. Pra, burria, edukata e lartë, po të dhoj ka pamje o vëlla, po të dhoj ka pasqyre në ftyrën tane, po të dhoj ka edukat, veç me pamjen tane ti po shkëlqejshe, po ju të regojshe njerëzve se je i drejt, shpirti jytë po rëzatoj ka me diçka që kanë me e kuptu ata që janë drejtit. Drejtit kanë me e kuptu se ti jenë të vërtetën, ti je në ta që duhet me kanë, ti je në ta që e knaq Allahun azza wa jall. Vetëm banu prej tyne. Kur të flasësh, fol mirë. Kur dojsh me fol diçka për vllahun tën, fol sikur se për veten tënde. Nëse e ban ti, atëherë fol edhe për ata. Mirpo nëse nuk ta ban tyje, as e brendshmja jote, atëherë mos fol as për ata. Nëse veprën që ti ke me bëhe, e ngarkon ata, mos e vepro. Se kjo është edukat. Kjo është prej islamit, prej asaj që ka mu të lavdru tyje para Allahut azza wa jall. El muslimu, pejgamberi alayhis salam tha kështu, el muslimu men selim el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman për një me është ai i cili
muslimanët tjerë janë rahat prej gjuhës së tina dhe prej dorës së tina. Kur flet diçka, nuk e ranon kërkon. As nuk ankohet kërkush prej fjalës tina. Dhe kur të vepron diçka që i livdohet vepra e tij. Pra njerëzit e shohin si dashur veprën e tina, e nuk ankohet kërkush prej asaj që e veproi ai me gjuhën apo me duart e tina. Që ky është musliman për një me. Pra pejgamberi sallallahu kështu tha, musliman për një me është ai i cili musliman t'i lën rahat. Ndesh me gjuhë, ndesh me dorën e tina. Nuk i bën zullum atyne, se i ka vëllazër ti. Allahu është ai i cili të vllazëroi tyje me muslimant. Innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët janë vëllazër. Pra Allahu është ai i cili i lidhi zemrat. Se në dorës kiti, para mendoje, prej një mushriku i cili ishte armik i përbetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u bë një musliman që islami i tij u lavdrua. Islami i tij u lavdrua. Dhe sahabët krejt kishin fjalë të mëdha për Ebu Sufjanin. Prej islamit mirë të robit është se i lën haramat. Prej islamit mirë të robit është se i lën gjështjet e dyshimta. Prej islamit mirë të robit është se i lën ato që janë të urryera. Prej islamit mirë të robit, derisa arrin në gjendjen e ihsanit, është me i lën edhe ato që janë ndoshta vepra të vogla, për me i vepru vepra të mëdha, për me u mirë me diçka të madhe. Prej veprave madhështore është mendimi i mirë për muslimant. A mundet me pas mendim të mirë për muslimant ai i cili i ngacmon ata me gjuhën e tij, i ngacmon ata me dorën e tij, me veprën e tij? S'mundet me pas mendim të mirë. Ai i cili s'ka mendim të mirë për muslimanët, Ibn Hajar al-Asqalani ka përmend në Fathul Bari se prej harameve shkatërruese, harameve të mëdha shkatërruese, është edhe mendimi i keq për muslimanët. Pra, ai i cili pas ka mendim të mirë për ta, po i lej ka rahat ata. Dhe ai i cili e arrin derexhen e ihsanit, i plotësohet imani i tina, se ai kur flet dhe kur vepron diçka, an ya'budallaha ta'ala ka'annahu yara. Vepron duke e adhuru Allahun azza wa jall sikur se ai po e sheh Allahun subhanahu wa ta'ala. Që ky është muslimani më i mirë. Që ky i ka arrit të gjitha derexhet e mirësisë, se nuk po veproj ka diçka, nuk po fol ka diçka, vetëm se po e kujtoj ka, sikur se than selefi kështu. Idha takallamta fadhkur sam'a Allahi lak. Nëse flet diçka, kujtoja vetës dëgjimin e Allahut për ty. Nëse flet diçka, kujtoja vetës dëgjimin e Allahut për ty. Wa idha sakatta fadhkur nadharahu ilayk. A nëse hesht, e që duhet me fol për diçka, apo nëse heshti, kujtoja vetës shikimin e Allahut për ty, se Allahu të po. Nëse flet, kujtoja se Allahu është duke të ndëgju tyje. Nëse hesht, kujtoja vetës se Allahu azza wa jall është duke të pa ty. Transmetohet nga Ibn Mas'udi radiyallahu ta'ala anhu. Tha kështu: al-istihya'u min Allah. Marrja, me pas marrë prej Allahut azza wa jall, an yahfadha ar-ra'sa wa ma hawa. Është të arun kokën e tina dhe ata që i sillet vërdall. Pra mos me helmue mendjen e tina me thashe theme. Mos me helmue kryt e tina me diçka e cila të lodh ty, të rëndon çantën tyje. Se ki udhim gjatë, e gjatë udhimit senet e leta të vynë, nuk të vynë senet e rana ty. Se të rëndojnë pasaj udhimin. Edhe kur të rëndohet udhimi, çka bën? Dush me u kthy te mas. Dush me lan udhimin, se nuk ki mundësi me vazhdu mo. Andaj, kjo ishte ajo çështja kryesore e pejgamberit alayhis salam, se donte ty me ta lehtësu udhimin drejt Allahut azza wa jall. Çfarë se ki pa shku te Allahu? Qoft ajo me udhim të lehtë apo me udhim të rënd, çfarë nuk e ki? Te Allahu ki me shku. Mirë po, ti vendose. A don me shkue si i mirë? A don me shku si i mirë? E kjo ka dallim shumë të madh. I mirë,
për to është xheneti i Allahut azza xal. I mirë, nuk mundet me hinë xhennet, nëse është për muslimanëve, nuk mundet me hinë xhennet pa hije një herë në xhehenamin e Allahut azza xal. Edhe kur ti vjen koha me përfundue dënimin e tij në xhehenam, veç para mendoje një çështje. Okej, po e kryka dënimin e tij në xhehenam. Po rahatoj ka tash prej dënimit. Edhe po e marr ka Allahu azza xal, melek po e marr kan ato edhe e çojnë te një lum i cili e ka emrin jeta. Në çat lum pastrohet prej dënimit që e ka pasur në trupin e tina, i pastrohet trupi, i kfillet trupi. Tash ai niset për xhennet, mirë po para se që të niset për xhennet, kam ju bo atina një nishan në trupin e tij. Nishaj që kur të hinë xhennet, krej xhennet lit kanë me ditë se ky pas ka qenë xhenem. Krej xhennet lit, krej të rob të mirë të Allahut azza xal, pas kanë me e kuptue se ti ke qenë një herë në hidhrimin e Allahut azza xal. Se nëse nuk hidhrohet Allahu, nuk shtin xhenem. Para mendo, edhe njerëzit e mirë, muslimanët, a ka më të mirë se sa xhenet lit, s'ka më të mirë se sa xhenet lit, pas kanë me e kuptue se ti ke qenë në hidhrimin e Allahut azza xal. Pra, vetëm me dëshmu të mirët se s'kan pa në hajër ty, mjafton si nënçmim. Mjafton si edukat e ulët për tyje. Nëse don me dal para Allahut azza xal i madh, nëse don me dal para Allahut krenar, nëse don me dal para Allahut i bardh, nëse don me dal para Allahut i lumtur, dil me edukat lart. Se vallahi, edhe mushrikët, edhe jo besimtarët, kanë me dëshmu për tyje për edukatën tënde. Shkoi Ebu Sufjani sa ishte mushrik te Herakliu. E kishte dos Herakliun. Tash filloi me e marrë në pyetje Herakliu Ebu Sufjanin. Se Muhamedi kështu, Muhamedi kështu, Muhamedi kështu, hajde po të vesëm ty kush është Muhamedi. A ran ai? Kur tha nuk ran. Kur ta jep fjalën, a e man fjalën. S'ka diçka, s'ka dikush që njihet më besnik, el emin në mesin ton se sa ai. Filan cilësien, kërejt gjithçka më të lartat. Ai Herakliu tha, po me qëto ka ardhur dhe Isai. Me qëto kanë ardhur dhe pejgamber para tina. Pra ai për një me qenë ka pejgamber. Dhe kjo është ajo pjesa ku ai fillimisht e ka pranuar Islamin, mirë po është tut prej Palestina, edhe prap ka vazhduar në ato që ishte. Pra, dëshmia e një mushriku për burrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe jo besimtarët kanë me dëshmuar për ty, vetëm se pa isu me ata e cila ty ka më ta lehtësue rrugën. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Thot Allahu azza jall, a mos vallë dikujt prej robërve të mi, po i shkon men atina se na nuk e dëgjojna ato, apo nuk e dim na se çka i pëshpërit e brendshmja e tina, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, e na jemi më afër ti se sa damari i qafës së tina, se sa damari kryesor i qafës, na hala më afër se çaj damari jemi. E na nuk po e dim, mos po i shkon menja ndokujt për e robërve, se na nuk po e dëgjojmë të fshehtën apo të haptën e tina, bela, pa tjetër që na e dëgjojmë. Wa rusuluna ladayhim yaktubun. Dhe jo vetëm kaq, po i kem na edhe të dërguarit tan që janë afër ti dhe gjithçka shënojnë. Edhe të brendshmën e tij, edhe të brendshmën e tij. Nëse ngrit për një mendim, atëherë ndikohesh prej thashë thamëve, ndikohesh prej asaj që nuk të takon me ndiku, ke arrit në ndikim, ke arrit në ngritjen e mendimit, që ai mendim ka më ushënua. Andaj, që kjo është ajo pjesa që ti duhesh me pas mendimin e mirë për muslimanët. Njëherë prej herave erdhën disa sahabë dhe fillonën me fol, filani kështu, filani kështu, filani kështu, filani kështu. Pejgamberi alayhis salam është ngrit në hutbe, në mimber, edhe ka fillu me bërtit shumë. Prej këshillave që i ka dhënë çat mimber, ka thonë,
lërmani gjoksin tem rahat për vëllezërit e mi, për muslimanët, mos u mbirni llafe për ta. Kjo ishte edukat e lartë. Kjo ishte shëmbëltyra e njerëzimit. A nuk i takon këtij personi që të jetë në gradat më të larta të moralit, se qenë ka kujdes për muslimanët, sikurse të ishin prezent apo të mos ishin prezent? Doli mesin e sahabëve shpifja e munafikut për nderin e Aishës radiallahu ta'ala anha dhe atij sahabijut i cili ishte me Aishën. U zhvillu ngjarja që u zhvillu dhe në fund fillon me bisedu e njerëzit se Aisha, filani, Allahu na rujt. Kjo ishte shpifje, e për këtë shpifje erdhi sqarimi i Allahut azza wa jall në Kur'an. Tash një grua po i thot burrit vet. E shtron darkën për me hangër dark, o ulën trojez edhe po i thot burrit vet, o burri jam. A ndëgjove se për Aishën edhe për filan sahabiun o fles tek kështu? Tha, oj gruaja jam, a mendon ti se ti je më e mirë se Aisha? Thot, jo vallahi, unë s'menoj që jam më e mirë se ajo. Thot, ti, sikur ti shekon qanë ngjarje, a kishe vepru qashtu? Thot, jo, pasha Allahun. Thot, e nëse ajo qenë ka më e mirë se ti, ha ka mundësi që ajo me veprua? E nali këtë pjesë. Tha, oj gruaja jam, a njef filanin, atë sahabijun që u falë për ta? Tha, po vallahi, e njef. Pasha Allahun, ajo është më e mirë se une. Tha, a kishe mendu ti ndonjëherë që unë e kisha vepru që ata që po akuzohet ai? Tha, jo, pasha Allahun, s'kisha mendu kur që ti e kishe vepru, se të njof sa e ki frikë Allahun azza wa jall, të njof për edukatën tane, për mirëqenjen imanore tane, të njofën e ty. Tha, kur s'kisha mendue? Tha, e qysh e vepron ai kur ai qenë ka më mirë se une? Kjo ishte edukata e lartë që e kishin sahabët. Kjo ishte edukata e madhe, edukata për një me, që i kishin edukue fjalët e tyre, gjuhët e tyre, zemrat e tyre, ndjenjat e tyre, mendimet e tyre ishin full me edukat. Shejtani nuk kishte mundësi me prek në mesin e tyre se filani apo filan, nuk kishte mundësi. Kjo ishte edukata që Allahu azza wa jall bashkë për këta tha radiyallahu anhum. Allahu është i kënaqur me krejt ata. Ishin të edukum me Allahun, ishin të edukum edhe me robrit e tina. Dhe për fund, wa kharrajat Tirmidhiu, ata të cilën e ka nxjerr Imam Tirmidhiu rahimahullahu ta'ala, wa Ibn Majah dhe Ibn Majah në librat e haditheve të tyre min hadithi Habibe, prej hadithit Ummi Habibe, nanës e besimtarëve Habibes, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu. Çdo fjalë e robit të Ademit, e birit të Ademit, do të jetë kundër tina dhe jo për ta. Do të jetë kundër tina dhe jo për ta. Illa al-amra bil ma'rufi wan nahy 'anil munkar wa dhikra Allahi azza wa jall. Përveç urdhërimit për të mirë dhe ndalimin nga e keqja dhe përmendjes së Allahut azza wa jall. Asha, çu ta ka lehtësuar punën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leja ato që s'të hin nudhe, në ne. Në ndë, nëse fol mirë, ose hesht, se është më mirë për ty. E treta, mos u hidhro, se në hidhrim, din me eskalu e pasaj pendohesh, mirë po sprova godet herën e parë. Pasaj, tha, besimtari, e dëm për vllahun e tina ata që e dëm për veten, dhe për fund, tha, ka më të mbet tyje në peshoj prej veprave të mira ata që ke urdhru për të mirë dhe ke ndalu nga keqja, apo përmendja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Elusë Allahun azza wa jall që Allahut na bën të edukuar, ja Rabbel Alamin. Allahun na dhash edukat me Allahun subhanahu wa ta'ala, në adhurimet për Allahun jalla wa ala. Allahu i edukov zemrat tona në adhurim dhe në nshtrojshmëri për Allahun tabaraka wa ta'ala. Allahun na dhash burni, e cila burni ka me mejtë shembull për ata të cilët do të vinë pas neve. E kjo është shumë e rëndë, për më bo shembull për ata që vinë pas, dosh me lanë burnit madhe. Andaj, një këshill që e kanë dhënë dietarët prej këshillave të mira të ëmbla është, kanë thonë kështu, vepro që të mos vdesësh kurrë.
vepra që të mos vdesësh kurrë, se ajo që ti e vepron për veprave të mira është sikur se veprun sahabët sot na, po i përmend me ernek ata. Vepra që ti jesh ernek, se kanë më të përmend njerëzit ton jetën, sot është jeta që Allah azza xhela ka lënë, kanë më të përmend njerëzit. Kush punon për Allahun do të mbetet, e kush punon për dynja, për shejtanin, për egon e tina, do të zhduket me vdekjen e tina. Allahu azza wa jalla na bëf shembull të mirë, shembull të hajrit. Allahu subhanahu wa taala nxjerr për gjeneratave tona gjenerata të mira, i bashkoft Allahu azza wa jalla muslimanat kudo që janë në hajr, i bashkoft Allahu azza wa jalla muslimanat në hijen e islamit, në hijen e shariatit të Allahut azza wa jalla, në ata që Allahu është i kënaqur, dhe i largoft Allahu azza wa jalla vezveset, njetet e këqija, e largoft Allahu nervozën në mesin e muslimanëve, i bashkoft Allahu zemrat e tyre. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.